Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas ndarjes nga Gjesti, reagon për herë të parë Egli. Egli Tako, një nga finalistët më të përfolura të këtij edicioni, ka dhënë së fundmi një intervistë për emisionin ku ishte ftuar që pritet të transmetohet të dielën, pra Portokallin. Episodi është xhiruar të mërkurën dhe ka ngjallur interes të madh për shkak të pyetjeve që ju drejtuan këngëtares, sidomos atyre që lidhen me jetën private. Egli u pyet për marrëdhënien e saj me Gjestin, me të cilin krijoi një lidhje të gjatë në shtëpi. Në një moment me humor, Visieni e pyeti: "A bëre gjë me Gjestin?" Ndërsa Egli u përgjigj: "O kry çdo sen." Lidhur me aludimet në rrjet se ajo ka pasur një lidhje romantike me trajnerin e fitnessit Marion, pas disa fotove që kanë qarkulluar, Egli vendosi të sqarojë situatën. Ajo deklaroi: "Atje brenda gjithë shokët që kisha më bët për burra, po edhe jashtë po më lini rehat. Lëri burrat me gratë e tyre në shtëpi dhe mua me këtë burrin në tentativë që kam." U shpreh ajo.